Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lutim Allahun e madhruar që të na bën nga robët e tij falënderues, adhurues ndaj tij dhe mirënjohës dhe begative. Lavdatat, begatimet e Allahu xhalla wa ala qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Edhe sot të nderuar, duke kërkuar ndihmën e Allahut azza wa jalla dhe suksesin prej tij, po vazhdojmë me tutje me ligjëratat tona në lidhje me emrat e bukur të Allahut te bareka ve taala. Në takimin e kaluar kemi marrë për një emër i cili në bazë të klasifikimit dhe kategorizimit të emrave të Allahut xhallahu ala e kemi klasifikuar të ata emra të cilët bëjnë dhe ndikojnë që të na shtohet dashuria ndaj Allahut azza wa jall. Nga se kishte të bënte me dhuratat, mirësitë, begatitë e shumta që Allahu xhallahu ala i derdh mbi ne. Ndërsa nëse do ta ndjekim në njëjtën rrugë të klasifikimit të emrave të Allahut azza wa jall, atëherë emri i sotshëm ka të bëjë me të kaluarin pak, por më tepër i takon atyre emrave që e ushqejnë zemrën me bindje dhe e ushqejnë zemrën me qetësi dhe me siguri përballë sprovave dhe përballë dyshimeve të shumta që përhapen në jetën e përditshme të njerëzve. Dhe emri që do të flaset për të është emri el-Haq, emri Allahu xhallahu ala, që është një prej emrave të Allahut te bareka ve taala të përmendur disa në Kur'an sikur do ta përmendim. Dhe ky emër është një emër i cili vetvëtiu me të lidhen shumë gjëra. Dhe vetë përmendja e tij el-Haq nën kupton se do të flasim për hakun, që edhe ne në gjuhën tonë kemi kështu të përdorur. Por realisht çfarë kuptimi ka ky emër në raport me Allahun azza wa jall dhe cilat janë reflektimet dhe ndikimet e këtij emri në jetën tonë, këto do të mundohemi që inshallah në vijim të sqarojmë. Se përket aspektit gjuhësor të fjalës el-Haq, dietarët nganjëherë disa shprehje, disa terme i shtjellojnë dhe i shpjegojnë me kuptimin e vetë termit. Por nganjëherë kuptimi më i mirë i termit bëhet nëse e kuptojmë me të kundërt në tij. Don e kundërta e sqaron pastaj termin përballë tij. Prandaj e kanë përmend dietarët se e kundërta e hakut është el-batil. Ajo që është batili e kota, do të thotë më së miri e kuptojmë fjalën hak në qoftë se kuptojmë fjalën batil. Fjala batil nën kupton çdo gjë që nuk është e qëndrueshme, që nuk është reale, që nuk është stabile, nuk është e sigurt, nuk është e vërtetë. Gjitha këto do të thotë i përfshin fjala batil. Prandaj, në qoftë se të kundërt në kësaj dëshojmë të veshim diçkafit, atëherë përdorim fjalën hak. Fjala hak në gjuhën arabe ka kuptime të një stabiliteti, qëndrueshmërie, të një të vërtetë e kështu me radhë kuptimeve që i përmend edhe më herët. Emri Allahut el-Haq është përmend 10 herë në Kur'an dhe është përmend në kontekste interesanta që është mirë besimtari me e kuptu këtë emër përmes ajeteve. Nëse Allahu xhallahu ala në sa vend në Kur'an përmend këtë emër dhe duke përmend këtë emër përmend disa gjëra që i japin kuptim këtij emri. Për shembull Allahu xhallahu ala thot në surën Al-An'am në ajetin 62: Thumma ruddu ila Allahi mawlahumul haq. La ala lahu al-hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Allahu xhallahu thot për ditën e gjykimit, thot dhe ata thumma ruddu ila Allah. Ata u kthyen tek Zoti, mawlahumul haq. Mawlahumul haq këto nën kupton atë që është dash gjithmonë t'i kthehen. Se Maula është një strehim, është një vendkthim. Shikoj subhanallahu sa bukur është lidh ila Allah mawlahumul haq. Thumma ruddu. Ata u kthyen tek Zoti, tek Allahu, dhe këtu nuk është përmend Rabb, por është përmend Allah, që ka kuptimin e adhurimit, me plot kuptimin e fjalës, dhe ky adhurim nën kupton frikën edhe shpresën dhe dashurinë. Nga se mbi kënd ndërtohet
adhurimin dhe Allahut Azza wa Jall. E ka përmend emrin që është sinonim i adhurimit, Allah. Pastaj ka Maulahumul Haq, do të thotë Maulah është sikurse e kemi mësuar tek emri Allahut El-Wali, atje është një lloj raporti miqësie dhe dashurie. Por kësaj radhe s'ka të bëjë me këtë. Maula është në këtë kuptim në aspektin e zotërimit edhe sundimit dhe të pushtetit. El-Haq është emri Allahu xhallahu ala i përmend në këtë Maulahumul Haq, që nënkupton tek ai që është dorë gjithmonë me të vërtetë kthehen. Dhe tek ai që po të ktheheshin do ta gjenin sigurinë edhe në këtë botë, po edhe në botën tjetër ku janë duke u kthyer tash. Prandaj po të ishin kthyer Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo Maula këtu që është përmend, thash edhe ka kuptimin e miqësisë, edhe ka kuptimin e afërsisë, edhe ka kuptimin e dashurisë, por edhe ka kuptimin e fuqisë, edhe ka kuptimin e sundimit. Prandaj kush e përcakton kuptimin e kësaj, e përcakton fjala ruddu. Prandaj si janë kthy tek Allahu në këtë botë, çashtu do ta gjenë Allahu xhallahu ala në botën tjetër. Nëse janë kthy me dëshirë dhe janë kthyer te Allahu Azza wa Jall me dashuri dhe me respekt, do ta gjenë Allahu xhallahu ala duke i prit me dashuri dhe respekt. Por nëse janë kthyer tek Allahu xhallahu ala në këtë botë me dashuri dhe respekt, por janë kthyer vetëm me dhunë, do të thotë me dhunë i kanë kthyer sprovat, i kanë kthyer të lashët caktuar dhe pastaj kanë harruar Allahun xhallahu ala, e ky kthimi pret atë ditën e gjykimit. Dhe kjo është el-haq. Dhe kjo është e vërteta e pamohueshme, e pashmangshme që ata i pret. Prandaj kthimi tek Allahu xhallahu ala është një kthim i vërtet që gjithë të kthehemi tek Allahu azza wa jall për dhënë llogari për gjitha veprat tona në kësaj bote. Në këtë kontekst është përmend emri Allahu xhallahu ala el-haq. Dhe kjo është përmend disa herë. E njëjta shprehje është përdorur në surën Yunus në ajetin e 30, Allah azza wa jall thotë: "Uruddu ila Allahi maulahumul haq." E njëjta. "Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun." Dhe këtu Allahu xhallahu ala përveç pjesës do thotë aty thotë: "Ala lahul hukmu." Ati takon i tërgjykimi, wa huwa asra'ul hasibin, dhe Allahu xhallahu ala është llogaritësi më i shpejt. Në surën Al-An'am, në surën Yunus, Allahu xhallahu ala thotë: "Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun." Dhe tëra ajo që ata shpifnin dhe e kanë ndërtuar mbi të një të vërtetë, e tërë ajo do të thotë është e paqëndrueshme, yaftarun, ajo që ata kanë shpifur, ata që ata kanë trilluar në kësaj bote e që s'ka pas bëj me të vërtetën. Ndërsa të vërtetën realisht do ta shohin kur e takojnë të vërtetën, që është el-haq. Andaj thumma ruddu ila Allahi maulahumul haq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Në surën Yunus në ajetin 30, Allahu xhallahu ala thotë: "E pastaj kthehen gjithsesi tek Allahu i vërteti dhe shpartallohet dhe rënohet tëra ajo që ata e kanë ndërtuar në tëllime dhe imagjinat e të tyre." Prandaj këtë që ka kanë pas prej hamendjeve, vezveseve, dyshimeve, do të rënohen kur takohen me hakun. Atër do të bien të gjitha në ujë. Gjitha ato që kanë pasuar, që kanë ndjekur, këtë ato që kanë jetuar në bazë të asaj, el-haq u rënon të gjitha. Prandaj për të mos na u rënuar këtu kur ta takojmë, duhet ta njohim këtë botë me këtë emër el-haq pa e pa. Nëse kështu e njohim el-haq, atë na përcjell kjo edhe në botën tjetër. Gjithashtu Allahu xhalla xhelaluhu kur përmend të vërtetën që e ka zbrit, dhe se si till duhet ta trajtojmë jo si një të vërtetë në mes të shumë të vërtetave, por ta trajtojmë si të vërtetën e vetme. Allahu xhallahu ala këtu e përmend emrin e tij el-haq. Ka se sikur që nuk ka tjetër pas Zotit, apo nuk ka të vërtetë tjetër pas Zotit xhallahu ala, gjithashtu nuk ka tjetër pas të vërtetë që ai e ka dërguar dhe ai e ka zbritur. Prandaj Allahu xhallahu ala në Yunus në ajetin e 32, me një dy ajete më poshtë se ajeti më hershëm, thotë Allahu xhallahu ala: "Fadhalikumullahu rabbukumul haq, famadha ba'da al-haqqi illa ad-dalal, fa anna tusrafun." Allahu xhallahu ala thotë: "Fadhalikumullahu rabbukumul haq." Ky është Zoti. Ky është Allahu që duhet të adhurohet, Zoti el-haq, i vërtetë. E çfarë ka pas të vërtetës përveç se e kota? Famadha ba'da al-haqqi, mas sot vërtet çka ka atë? Illa dalal, përveç se të kotës, përveç se mashtrimit, përveç se trillimit, imagjinatave, gjërave të paqëndrueshme. Fa anna tusrafun,
e këtu vjen një pyetje qortuese. Andaj ka jeni duke u lakuar, ka jeni duke shkuar, duke ju shmangur kësaj të vërtete. Gjithashtu Allahu xhallahu ala e përmend këtë emër el-Haq kur rënon të gjitha ato kuptimet dhe mendimet e njerëzve se janë krijuar pa ndonjë qëllim. Andaj është shumë interesante se njeriu, për shembull, e pranon se Allahu xhallahu ala është krijuesi i tij. E pastaj këtë njëjtin krijues nuk e pyet për çka më ke pru këtu. Apo këtë e bën njëri në rastet më të thjeshta në këtë botë. Ty më të marr dikush për dorë, hajde se kena më shku dikun. Edhe pse në fillim insiston shumë me tregu ku po më qen, por nëse të kallzon në fillim, gjithsesi do të insistojsh me të lënë me një dhomë. Apo çka kena më bëu këtu? Çka lipun këtu? Është pyetje normale, s'është diçka në inteligjencë theksuar filon Tiranë më vetë pse na këtu. Kjo është e thjeshtë. Çdo njeri vet. Madje fëmijën më e marr me vendos në makinë kerr dhe më nis të pyet ku po shkojmë. Apo nga se është pyetje normale, njëri do çdo lëvizje, çdo bardhje apo në një vend caktuar pyet pse, çka bëjmë këtu? Pse kemi ardhur këtu më radh? Nëse fatkeqësisht njerëzit këtë nuk e pyesin Allahun kurr. E pranojnë se Allah i ka krijuar, por kur nuk e pyesin o Allah, pse na ke pru këtu? E dikur si më e pyet Allahun, si më fol me të? O komunikimi të është me librin e tij. Prandaj Allah xhalla xhelalu thot kur mohon mundsinë e krijimit kët, thot e fa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. A menduat fa hasibtum allogaritet, a kujtuat se ju kemi krijuar abathan. Kët, s'kena pas çka më bëu, hajt të falin njerëzit atë. Kjo është abath. Abath është kur s'ki çka më bëu, apo bën diçka. Aja që e bën pa lidhje. Dhe njeri nuk e bën këtë vetën në kësaj bote, ndërsa ja përshun Allahu Azza wa Jall. Shikoj kët do të thotë kët krem që njeri e bën në mosnjohjen e qëllimit të krijimit të tij. Abathan, çka është abath? Don ja abathu bi shay, kur çështë të bën via pa lidhje, as vetë çka u të bë. Do të një gjë pa qëllim, pa synim caktuar. E Allah e fe hasibtum, a menuat që qështu lumë nësi jo? A qështu keni kujtu që ju këna gjujta? Dhe përveç kësaj që keni kujtuar që ju kemi kriju pa qëllim, u annakum ilayna la turja'un, dhe mendua që nuk keni më kryu pet të këna me dhënë llogaria, a qështu keni kujtuar? Fa ta'ala Allahu al-Maliku al-Haq. Fa ta'ala Allah, është për emët Allah el-Ali, el-Ulu, Allah shumë ma i lartë, se jemi me nukse për te. Fa ta'ala Allahu el-Malik, el-Malik i mësu qëka është? Sundusi dhe mreti, el-Haq i vërteti. Lartë është Allah me bëhë kësi punë. Mreti juv, kryetari juv, zbën kësi sana. Ka komision dhe grup që harton strategji edhe bën punë, kanë qëllim të caktuar. Apo? A ka në gjdo komunë sektore që mirë me planifikimin e urbanizmin, me planifikimin e buxhetit. Jo planifikani, jo bëni me qëllim punë të juaja. Juve që keni zgjedhur ju. Apo Malikul Haq. E Allahu xhallahu ala që është sunduesi i vërtet, el Haq. E ai po bëj këtë diçka pa qëllim dhe pa ndonjë objektiv caktuar të krijimit dhe të sjelljes njëri në këtë botë. Andaj në kuadër të kësaj Allah e ka sjell emrin e tij El Haq. Prandaj përmenda në 10 vende në Kur'an është përmendur emri Allahu xhallahu ala El Haq. Dhe është përmendur zakonisht në këto kontekste tash, ose me rënu koncept gabuar, ose me vërtetu të vërtetën që Allahu e ka sjell, ose t'ju tregon njerëzve se kjo verbri që ju ka kapluar dhe kjo hamendje do të shfaqet një ditë. Apo do të shihni shumë bukur një ditë. Ajo është dita kur ju takuani me atë që është El Haq. Me emrin Allah xhallahu ala El Haq. Nëse përket kuptimit të këtij emri në raport me Allahun Azza wa Jall, mendoj që vet ajetet ku është përmend ky emër janë të qarta për treguar se çfarë kuptimi ka emri Allah El Haq. Prandaj dietarët islami kanë përmend
i kam përmend disa kuptime në lidhje me emrat el-Haq. E para el-Haq në raport me Allahun xhallahu ala thamë se është e vërteta dhe këtë ajo çka ka të bëjë me të vërtetën. Kuptimi i parë emri Allahut el-Haq në raport me Allahun xhallahu ala ka të bëjë me ekzistimin e tij. Apo el-Haq. Prandaj ka njerëz që besojnë se Allahu ekziston, por këtë besim nuk e kanë të kristalizuar sikur i kanë të kristalizuara disa të vërteta tjera. Nga se kristalizimi i kësaj të vërtete apo duhet të prodhon efekte tek njeri. Duhet të prodhon efekte tek njeri. Për shembull, nëse njeriu është në presion e caktuar se ekziston realisht personi që do ta ndëshkon për pak qaste dhe tjetri e din se nuk ekziston dikush që mund ta ndëshkon, a janë këta dy njerëz vetë në gjendje të mbrëmshme të njëjtë? Absolutisht jo. Ekzistimi i diçkave të përballë tij dhe mos ekzistimi i diçkave të përballë tjetrit me automatizëm ka imponuar disa efekte të caktuara. Prandaj tek njerëzit ekzistimi i Allahut azza wa jall fatkeqësisht nuk prodhon kësi efekte. Nuk prodhon kësi efekte. Prandaj është një ekzistim më tepër i diçkafe që duhet me pranu, por jo realisht me ditë se çfarë kanë pranu. Andaj çdo e vërtet këtë botë që ka të bëjë me ekzistimin apo vije nga ekzistimi i Allahut azza wa jall. Prandaj disa dietar e kanë bërë një ndarje për ta kuptuar, jo për t'ia pohuar Allahut kët, por për ta kuptuar më drejt dhe kanë thënë sikurse ka përmendur Saadi rahimahullah te kuptimi i emrit el-Haq ka thonë huwa wajibul wujud. Wajibul wujud çka është? Ekzistimi i tij është i domosdoshëm. Gjithsesi, zban pa konaj. Ndërsa krejt najna mumkinul wujud kanë thonë. Çka është mumkinul wujud? Ban me kon, edhe ban mos me kon. Ekzistimi nuk është vendimtar. Ekzistimi i edhe jemi nuk është censor, nuk është vendimtar. Prandaj njerëzit e kanë kthyr të kundërtën. Apo e kanë kthyr të kundërtën. Pa në shumë aspekte ekzistimi i dikujt tjetër për njerëz është vendimtar, domosdoshëm. Nëse për Allahun ai s'tepohan, mirë po sjellja e tij jep me kuptues se po ban mirë me kon, po edhe mos me kon si e keq. Ndërsa el-Haq na jep me kuptues se në raport me Allahun xhallahu ala na mëson se çdo ekzistim këtë botë, çdo gjë që ekziston këtë botë, apo e që është e vërtet, që ne këtë vërtet e kuptojmë përmes çështjeve tona, ose të shikuarit, të pamërit, ose të ndëgjuarit, ose çfarë do të thotë mënyra që e kuptojmë ekzistimin e diçkafit dhe që e pohojmë se ekzistimi i vërtet, vërtetësia e ekzistimit të tij vjen nga vërtetësia e ekzistimit të Allahut xhallahu xhelaluhu. Prandaj çka do të më konë më të bindur në ekzistimin e njëri tjetrit përballë një tjetrit që e shohim apo në ekzistimin e Allahut azza wa jall. Me të Allahu xhallahu xhelaluhu më tepër. Pra e kush e kupton se nganjëherë na kur flasim për ekzistimin e Allahut azza wa jall, si më kon kapitulli i kaluar. E kupton? Do thotë më tepër trajtohet çështja e ekzistimit të Allahut te baraka ve taala në atë aspektin që përballohet me ateizmin. Apo a beson diçka dhe as beson kurrë hiç, apo na s'dona vetë mundon të këto teoria. Po ekzistimi i Allahut azza wa jall, për shembull, dhe ekzistimi i prindit tan, a janë me ndikim të njëjtë në kësaj bote? Ekzistimi i prindit tan, apo çka të bën ty? Të jap një farë sigurie. Apo e ki dikon që të përkrah. Ndërsa ekzistimi i Allahut azza wa jall, e që nga ekzistimi i tij është ekzistimi i prindit. E ai çfarë shoqërie do të më prodhuat ti? Ekzistimi i mikun në shtëpi ose në vetmi kur je dikon. Ti ekzistimi i tij përballë teje që është të jap një farë lloj ndjenje të mirë se je me dikon si e vet, apo ekzistimi i Allahut xhallahu ala kur je vet, a jap këtë efekt të kësaj ndjenje se je me dikon si e vet?
Andaj kërkojmë domthonë ndikim të këtij ekzistimi, të këtij pojimi pozitiv, jo veç me thonë se si ateistë na besojmë. Kjo kaq edhe mushrikët e kanë pas. Por si kaq mushrikët e kanë ditë se Zoti ekziston. Po kërkojmë një ndikim pozitiv të ekzistimit të Allah xhallahu ala. Prandaj emri Allahut el Hak i jep kuptim besimit të ekzistimit. A kuptova? Prandaj nëse e kupton drejt emrin Allahut el Hak, kime kuptu drejt ekzistimin e Allah xhallahu ala. Se ekzistimi i tij është diç e domosdoshme. Domthon nuk paramendona unë as kurrë pa konaj. Dhe unë s'jam kurrë pa konaj. Prandaj për aq sa është më rëndësi ekzistimi i kujdestarit, ekzistimi i mësuesit, ekzistimi i atij që na ndihmon, na përkra, ekzistimi i mbrojtësit në jetën e kësaj bote, ekzistimi i shoqëruesit, për atë që është për një më rëndësi, gjitha këto nuk e të i kalojnë vijen e të qenërt, ka mundësi me konë, bënë dhe pa konë. Ndërsa, mbi këtë është ekzistimi Allah xhallahu ala, që ekzistimi i tij është ekzistimi domosdoshëm, nuk paramendot asgjë pa të. Ai kjo është kuptimi i parë, i emrit të Allahut El Hak në raport me Allah xhallahu ala. Do thotë kuptimi i cili e kristalizon besimin tonë në ekzistimin e Allahut azza wa jall. Kuptimi i dytë i emrit të Allahut El Hak në raport me Allah xhallahu ala është një kuptim i cili na ndihmon të kuptojmë drejt emrat e Allahut edhe cilësitë e Allahut azza wa jall. Nga se çdo emër i Allahut azza wa jall është i volosur me këtë emër El Hak. Apo ndërsa jo çdo emër që ne bartim këtë botë është i volosur me El Hak. Apo prandaj kur Allahu të thotë ty se unë jam, për shembull, për shumë herë që kemi mësuar, unë jam El Wakil, ose unë jam El Hasib, ose unë jam El Halim, ose unë jam El Ghafur, ose unë jam El Tawwab, në emrat e mëdha të Allahu xhallahu që kemi mësuar. Kur ai ta pohon, dije se kjo është me El Hak, që kështu është. Çështë ka thonë që është më së vërtet. Është më së vërtet se Allahu xhalla xhelaluhu është ai që i fal të gjitha mëkatet. Veç a dënu pendu. Ma më së vërtet është kjo punë. Më së vërtet është se Allahu xhallahu ala është i gjithfuqishëm. Kjo është më së vërtet. Më së vërtet është se Allahu xhallahu ala është furnizuesi. Kjo është më së vërtet. Më së vërtet është se Allahu është dhuruesi. Shumë është e vërtetë kjo. Prandaj emri Allahut El Hak jep fuqi kuptimit të emrave të tjerë se çështot është. S'ka ndryshe me kon. Në këtë botë njëri ka mundësi me pas emrin, po mos me kon në bazë të emrit apo. Prandaj njohja e Allahut azza përmes emrit El Hak të jap siguri dhe qetësi në çdo njohje të rrodhës të ekipe Allahu xhallahu ala. E që sikur që kemi përmend, nuk është e njëjta me njërin. Njëri mund të ketë emër të caktuar, por në takimin e parë, njohja e emrit të tij apo nuk t'jap siguri, nuk t'jap qetësi, nuk t'jap një lloj rahatie se çështu ka më dal edhe në veprimet e tjera. Nëse besoj Allahut azza xal. Veç bëj një gale me njoft. Ç'kjo është gala jote? Sikur se ka thonë Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, ana la ahmilu hamma al-ijaba. Unë galën e përgjithës së baj. A këtë do të më zgjidhet probleme, nuk do të më zgjidhet probleme. A do të më kryet nevoja, unë se baj këtë gale kur ka thonë Omeri. Gale këto se kom kurrën. E çfarë gale kitet e ka? Ana ahmilu hamma ad-da'wa. Unë kom galën apo di me thon çish më madhon. Çit gale kom unë. A di me lut, a di me thirr. Unë çit gale kom se po pshtill na ku ne s'di me lyp. Atëherë s'ke ditë se për s'po më jap të kur gale se kam. Ai më ka thonë që ashtu. Ai më ka thonë, kur ai më thot El Hak, vuller të s'kamo. Allahu xhallahu ala ka thonë, ud'uni astajib lakum. Më lutni, ju përgjigjem. A ka thonë? O kuri kjo punë? Po ka marrë fund. Milion dua mos më të bëj po kabul. Kur? Apo Allahu e ka thonë të vërtetën. E qysh? E po kuptoj çka i bën ud'uni, kuptoj çka i bën më lutni, e kupton çka i bën astajib lakum. E kupton çka i bën tu përgjigj aftën. Kurse kupton hisën tonë, çka më kuptoj se dikujt tjetër Allah. Ç'është më rasti? Apo ç'është ku moral? Apo
Ti paramona, ti dilvesh një gjuhën shqipe. As një gjuhë në botë se din. Hiç. Vetë gjuhën shqipe din. Edhe do me shku me lyp diçka. I ki një shqiptar, e ki edhe një arab. Apo shqiptari s'po të merresh apo don Allah. Se ti vetë din çka don. Tash do nalë se unë këti i kalzoj arapit. A ka mundësi me të marrësh arapi, kur së të merresh ai që gjuha jote është, së merresh. E ku është problemi? Nuk problemi tash të gjuha mu. Problemi është ti s'po din çka po don. Apo, pa duhet me di çka po don për me të marrë vesh, po më thon kushtimisht njeriu në këtë rast. Dhe ki problem ti me hisën tonë. Hala se ke kryet tonën kërkesën, pastaj këqyr apo e kryen tjetër kush atë çka ti ke kërkuar. Për këtë arsye, do të thotë emrat e Allahu xhallahu ala, cilësitë e Allahu te barekuhu teala, apo vulosen me el-haq. Dhe çfarë ka thënë Allahu xhallahu ala, edhe për te asaj që ka thonë. Për te asaj në kuptim të vërtetësisë, nuk mundemi ne me e vërtetu, apo sa është Allahu xhallahu ala al-Wahhab. Sa është dhurues. Kur ti s'e vërteton këtë kur, apo sa është për te asaj që mund të më kuptoti. Mirë po të ka thonë Allah xhallahu ala në që të këmë thonë se unë jam el-Wahhab, po thamë me ato të fundit, dhuruesi, apo krejtë sa mundet mendja jote me përtheku, apo qatë që jamune, el-haq kërsa për. Ka hala për të kësaj që të së në kuptan ti, po ti me qatë që ta për ty është e mjaftueshme. A këna mundësi na me përtheku, apo emnë Allah xhallahu ala es-Semi, që thëmë na për es-Semi? Dëgjën ke çka flasëm na, dëgjën ke çka e mo, se për neve keq që kjo është të kuptuarit e ndëgjimit. Po Allah xhallahu ala ndëgjimit ti a është për te asaj që na mundemi, po është për te asaj që ne mundemi me spjegu ose me thonë për te. Prandaj el-haq është ai që t'jap siguri, t'jap qetësi, sikur të përmend të ndikimin në tëra që Allah xhallahu ala të ka lemruar për te. Prandaj veç njihe që është duhet, që kjo është e jotja, nëse ai të siguron se çashtu është. Çka po të sigurimë të madhe? Allahu po të siguron se krejt që ka të ndëgju për mu, çashtu është. Çashtu është. A ku më thonë që shtu në Kur'an, po çashtu është. Subhanallah. Unë po të siguroj, el-haq. Ai të siguron se krejt është e vërtet, tërë ajo që Zoti xhallahu ala ka thonë për vetën e tij, apo e ka lemruar për të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në kuadrë saj, është edhe një kuptim tjetër që rrjedh për këtij kuptimit të dytë, të emrit të Allahut el-Haq, se në qoftë se Allahu xhallahu ala ekzistimi i tij është hak, dhe emrat e tij janë hak, dhe cilësitë e tij janë hak, atë çka mbetet? Po edhe të gjitha veprimet e tij janë el-haq. Apo janë të vërteta. Për këtë arsye, këtë çfarë Allahu xhallahu ala vepron, apo është e vërtetë. Për shembull, Allahu xhallahu ala ka përmendur se wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tërë ajo që ju godet në kësaj bote është si pasojë e veprave të juaja. Wa ya'fu an kathir. E për shumë tjera Allahu ja u fal, si rrok për keq që ka bënë, se duhet më myt krejt. Apo wa ma asabakum, shika këtu sikur se kanë, vallahi kem nevojë për meditim, kuptim të drejtë të fjalës të Allahu xhallahu ala, për ta kuptuar drejt atë që Zoti ka kërkuar për neve. Shikoj çka thot. Wa ma asabakum min musibatin. Çka do që ju godet prej sprua dhe fatkeqësive. Apo fabima kasabat aydikum. Është për shkak se çështot e keni lip. A ka mundi do të ketë el-haq i më vule. Veprimet e tij janë hak. Ai thot për çetaj rroku, apo edhe garanton se për çetaj është el-haq. Se veprimet e tij janë hak, veprimet janë të vërteta, janë përputhje me atë që ka thënë. O ya'fu an kathir, e për shumë tjera Allahu xhallahu ala i fal. Të gjitha veprimet e tij janë të vërteta. Apo janë të vërteta në kuptim të asaj që ai ka përmend. Në kuptim të asaj që nuk ka të bëj me atë që është e kohët që do të rënohet me kalimin e kohës. Për shembull,
Qofse Allahu xhalla xhelaluhu i ka ngrit pejgambert e tij, i ka ngrit me hak, ai ka ngrit me hak. Qofse Allahu xhalla wala e ka ngrit librin e tij, e ka ngrit me hak. Qofse Allahu xhalla wala i ka ngrit bardhësit e fesë e tij, i ka ngrit me hak. Apo me hak i ka ngrit. Në qofse Allahu xhalla wala i shpërblen adhurues të tij, i shpërblen me hak, a ka mundësi dikush me u anku e që nuk bën pjesë në këtë që i përmena, dhe që ankesa e tij me qenë hak? S'ka mundësi. A ka mundësi me ndodhë tek njerëz të kundërta? Ka mundësi. A ka mundësi na me bëni provim edhe arsimtari pa kurfar tendence. Mundohet më të vërtet me sinqeritetin më të madh, me vërtetësinë më të madhe, me i vlerësuar zonën e vet. Nga se kriteri i vlerësimit është saksia e informatës, apo as nuk e kam marr parasysh kimikun me cilin ke shkruajt, as dorën me cilin ke shkruajt, as se kam marr parasysh çfarë fletore ke pas, parasysh është vetëm një kriter. Kena përcaktuar vlerësimi i nxënësve, studentëve do të bëhet në bazë të saktësisë së informatave. Dhe në fund, kur i kemi shpërnda fletoret, apo një prej pranishmeve e ka pasur në të ti është me ullë se mundi ti. Apo s'ja kena dhonë me dëvërtet atë që e ka meritu. Dhe ankohet. Dhe kur të rishqyrtojmë vlerësimin ton që kemi bërë, në bëhet e qartë, apo se vlerësimi unë ka qenë batil. Ka qenë vlerësimi i pa qëndrushëm, apo ndërsa aja që ka prednën zonës është e vërtet. A e rënojmë vendimin ton, duhet me rënojmë, gabim. A ndodhë të ka Allahu xhallahu ala që kështut, pa drejtësisht dikon me e ullë, se ka meritu, apo se si mba gjitha kritereve, apo është dashtë e këta si kur të me bo. Dhe a i mu anku të ka Allahu xhallahu ala, se nuk janë marë parasysh të gjitha të mirat e ti, apo është harru diqka, dhe me të kotë është ngrit dikush dhe me të kotë është ullë kë. Dhe pastaj të ndrohet vendimi dhe qëndrimi. A ndodh kjo në veprimet e Allahu xhallahu ala ndodh? Kur ato? Kur? Allahu xhallahu ala e ka shpall Muhammedin sallallahu alaihi wasallam atë që duhet të jetë shëmbëltyr për njerëzit. Nëse doni me kund mirë njekeni qita. Apo kjo shpallje është shpallje e vërtet. Kush garanton? El hak. Vepra Allah, aja ka ngrit. Aja ka bërë shëmbëltyr. Sa kanë mundu gjatë historisë me e njollos e me imponu modele tjera, këtë janë batil, këtë kanë mërzuar, këtë kanë mërënu. Nga se el hak, kur të vepran me hak, jo si kurse jo. Jo shpesh herë zbani me hak. Apo shpesh herë keni prije tjera jo. Që një njerëz, bëni në bazë të emocioneve, hakmirëni, apo pse dikon t'jamon men, dikon që nërsa Allah xhallahu ala, veprimet janë el hak. Prandaj, në qofë se dënë me konë edhe tin hak, apo ndjekje kënaqësinë atij që është el hak. Andaj veprimet e Allah xhallahu ala janë el hak. Dhe gjithashtu kuptimi i emrit el hak në raport me Allah xhallahu ala është se Allahu te baraka ve taala krahas veprimeve që i përmena edhe shpalljet e tij. Në këtë rast për neve Kurani është hak, një sikur që Allahu është hak. S'ka pikë ndyshje. Apo sikur që nuk dyshojmë në ekzistimin e Allahu xhallahu ala që është e vërtetë. Dhe kjo bindje dhe kjo vërtetësi bartet tek emrat e Allahu xhallahu ala, bartet tek veprimet e tij dhe bartet tek shpallja e tij. Kurani është hak dhe krejt që ka Allahu në këtë Kur'an ka premtu është hak. Dhe krejt me cën Allahu është kërcënu në këtë Kur'an, vallahi billahi është hak. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, si që të përmanim, apo kur kalame flajt ka thonë, el gjennetu hak, o naru hak, apo o zot ti ke përmenë se ka gjennet, që kjo është haku. Por në speshohëm,
është më hak se me e pa. Nga se ai që është el hak, ka thonë që kjo është hak. Për në keq që Allah ka premtuar është hak. Kjo është kuptimi jam të thotë el hak në raport me Allahun xhallahu ala. Allahu xhallahu ala ka premtuar se ai do të bën që të ngadhnjen feja që ja ka zbrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi është hak. Allahu xhallahu ala ka garantuar dhe me fjalën e tij ka thënë që është fjala e vërtetë se Allahu xhallahu ala do t'i merr njerëz në përgjithësi dhe në llogari. Wallahi është hak. Allahu xhallahu ala ka garantuar dhe Allahu xhallahu ala e ka vërtetuar me fjalët e tij se ekziston një vend që quhet Xhenna dhe ka përshkruar këtë xhennet. Ai është hak. Dhe Allahu ka thënë se është i krijuar dhe çdo ditë zbukurohet, edhe kjo është hak. Allahu ka përmendur se është një vend ku ka me i dënu kriminalet dhe mëkatarët. Dhe është hak. Dhe ka përmendur se është i krijuar dhe është hak. Dhe ka përmendur se i shtohet idhësia dhe dënimi çdo ditë dhe është hak. Keq që Allahu ka përmendur është hak. Ka se s'ka kuptim me besu ndryshe el hak për e se që shtot. Apo? Prandaj, krejt të janë kuptime që dalin nga emnat el hak. Dhe nuk guxojmë në asë një kuptim nga këto 4 kuptime të kemi dos të rezervuar, përdërim nga pika e parë. Prandaj, sikur që besojmë se Allahu ekziston, apo besojmë në vërtetësinë e krejt asaj që Allahu ka thonë. Ka s'ka kuptim me i da. S'ka kuptim me i da, mo. Ka s'merë kuptim të nësë ekzistimi, mo. Nuk merë kuptim pasaj as emni Allahut el-Hak e kështu me radhë. Prandaj, Allahu ka thonë, dhe fjala e tij wa qawluhu el-haq, dhe fjala e tij është hak, është e vërtet që nuk do të bëhet ndryshe, nuk tjetërsohet kur, nuk ndodh me kon ndryshe. Nëse fjalët e njerëzit të tërsohet. Të tërsohet gënjeshtra kur dënë që është e vërteta. Apo, por mund të tërsohet edhe vërteta, kur të vije një më e vërtetë se e vërteta. Ndërsa e vërteta që Allah ka me te, nuk të tërsohet kur, nuk bëhet ndryshe kur, për çfarë arsye? Nga se nuk ka më të vërtetë se ajo, apo e lëre më që të themi, sikur që kanë thënë Kurajsht e Mekës, se bëhet fjalë për rën, mashtrim, gënjeshtër kështu me radhë, Allahu thot, kjo është e vërteta. Prandaj krejt kjo është kuptimi emrit të thot el hak në raport me Allahun xhalla xhelaluhu. Ndërsa sa i përket ndikimit të këtij emrit në përditshme, përmend një për ndikimeve, pastaj më e lëm pjesën e mbetur për dersën e dytë inshallah. Vetë njohja vëzëruar e Allahu xhallahu ala me emrin el hak, me gjitha këto kuptime që i përmana, është e mjaftueshme, apo që një besimtar me ditë se në cilin drejtim duhet të ndikon ky emër tek ai. Mirë po, për t'ju rikthyer përsëri asaj pikës që përmenda më herët, tek çështja e ekzistimit të Allahut azza xal, dhe asaj që Allahu te baraka wa taala ka lajmëruar për të. Aja është ekzistimi i Allahu xhallahu ala është hak. E përmendëm. Dhe Allahu xhallahu ala nuk ka nevojë për konfirmimet tona, a është hak a nuk është hak. As nuk e fuqizon këtë hak nëse e pohojmë, por as nuk e zbën nëse mohojmë, absolutisht. Andaj ku duhet këtë fuqia e këtij konfirmimi? Se tash ti nëse pohon se Allahu ekziston, është një fuqi këtu e pohimit. Apo nëse ja drejtojmë Allahut këtë fuqi si duhet, as nuk fuqizohet, as nuk dobësohet. Apo e ku duhet t'ia kthejmë fuqinë e këtij pohimi vetes tonë? Ta ushqejmë këtë zemër me dashurinë e Allahut xhallahu ala. Prandaj njohja se Allah ekziston nuk duhet të jetë vetëm një konfirmim thjesht që kalojmë mbi të pa meditu. Prandaj edhe kemi përmendur disa raste se tauhidi, njëshmëria e Allahut azza wa jall është një tërësi, s'ndahet ajo. Allah është një. Por për ta kuptuar më lehtë, obligimet tona që kena përballë këtij tauhidi, dietarët i kanë dhënë 3 pjesë. Apo e kanë dhënë se ashabët mi vetë çka do të rubie s'din.
Ose s'kan bakë se ndarë ata. Me thonë Abu Bekri tauhid uluhia, çka është? Nuk të çka të thonë. Ata kanë kuptuar drejt tauhid, çka është komplet. Po neve duhet kafshat se ne të fyt. Ne kena vrimin e vogël. Apo këtë këtu s'ka përsen kallaj. Andaj më na do kafshat na kanë dhënë ulemat me kuptuar. Tauhid rububia, kafshat, a hongre mirë, a ka përsej po. E tash më soi vjen uluhia. Më na lesu neve. Prandaj zakonisht tauhid rububia, apo sikur që e kemi përmendur në raste të tjera, që ka të bëjë me njësimin e Allahut me atë që i takon Allahut. Allahu xhelal i takojnë disa vepra që nuk lejohet t'ja kushtojmë këto vepra, jo nga ana jon, po t'ja pohojmë këto vepra askujt pas Allahut azza xhel. Vepra Allahut është krijimi, po nuk lejohet t'ja pohojmë askujt këtë drejt pas Allahut xhelal wala. I vetmi është ai që i takon krijimi. Allahu xhallahu ala i takon furnizimi po. Të pohuarit se nuk i takon askujt pas Allahut. Furnizimi është pohimi i tauhidit rububie. E kështu me radhë me gjitha vepra që i takojnë vetëm Allahut azza xal, kjo është tauhid rububie. Do të njësuarit e Allahut me veprat e Allahut është rububie. Ndër të njësuarit e Allahut me veprat tona është tauhidi uluhie. Janë të vepra që na i bëjmë në përditshme, këto s'ban me kon për askën pas për Allahun xhallahu ala. E të kushtuarit e këtyre veprave Allahut azza xal i bie realizim i tauhidit uluhie. Ky është dallimi mes rububie dhe uluhie. E rububia zakonisht kalohet, do vjen musliman të faqe rububies, po me këtë ka përsan. Jo. Duhet mundal. Për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e Xhibrilit, kur e ka pyetur Xhibrili mel iman, çka është imani? Çka është besimi? Çka është? I ka thonë en tu'minu billah, të besosh në Allahun e Madhnuar. Dietarët e Islam kanë thonë se të besimi në Allahun azza wa jall nuk përmbushet pa 4 kushte. Nuk përmbushet. Kushti i parë është të besuar në ekzistimin e Allahut. Pse e kanë përmendur këtë kusht? Për shkak se është vendimtar kuptimi i tij, jo veç pohimi i tij. Prandaj kërkojmë që ekzistimi i Allahut azza wa jall të ketë një prezencë më konkret në jetën tonë të përditshme. Jo një pohim abstrakt, që s'dim as çka kena pohuas, çka realisht ekziston, çka ndikimi i këtij ekzistimi. Po kërkojmë një ndikim konkret. Dhe të besojmë në ekzistimin e Allahut xhalla xhelaluhu më fuqishëm dhe më bëndshëm se që besojmë në ekzistimin e njëri tjetrit. Se që besojmë në ekzistimin e llogarisë në banka atje ku e ki japton. Se që besojmë në ekzistimin e kuletës në xhep që e ki. Të besosh më fuqishëm dhe më bëndshëm në ekzistimin e një Allahu që ka emrin Ar-Razzaq. A mundesh? Të besosh në ekzistimin e Allahut azza më fuqishëm dhe më bëndshëm se që beson në tokën që po të mban. Apo që kjo është reflektimi i kësaj. Dhe kur të besosh me këtë kuptim dhe me këtë fuqi, atëherë ky besim në ekzistimin e Allahut xhallahu ala t'i jap dashurinë ndaj tij apo me dashur. Nga se ekzistimi i tij nuk perëndon kurrë. Ekzistimi i tij nuk kurzohet nga rrethonat, nuk kurzohet nga kohrat, nuk kurzohet nga situatat, nga gjendjet. Ekzistimi i tij nuk kurzohet nga asnjë gjë. Nga se ekzistimi i tij është esenca. Krejt natyrë çka jemi na ekzistim relativ, ban edhe s'ban, vjen edhe shkon. Nëse ekzistimi i Allahut xhallahu është, çajo është esenca. Pra dhe njëri sa e dën ekzistimin e vetes së tij, duhet të dën shumë më fish ekzistimin e Allahut xhallahu ala. Apo, nga se me ekzistimin tën si prind familje, apo son varet jeta familjes, pineve, po flas në rrafshin njerëzor, e ka një lloj varësie. Apo, mirë po, sa i gëzohen antarët e familjes ekzistimit të kryefamiljarët që kujdeset për ta, apo duhet ky gëzim të i kalon këtë që të gëzohen më tepër me ekzistimin elhamdullah që Zoti është. Klop na që e kem. Apo po shumë shoqër që e kem babën, e kështu që e kena burrën, e kështu që e kena elhamdulillah. Elhamdulillah çka shumë bomës me kon apo. E veç shko për tek soi apo. Sa mirë që e kem Zotin apo. E kjo të jap një lloj dashurie ndaj tij, të jap një lloj sigurie ndaj tij. Pra ne kërkojmë shfrytëzim pozitiv
të besimit në ekzistimin e Allah xhallahu ala. Pasi që këtë e kemi vërtetuar me emrin e tij që është El Haq. Dhe të njëjtën gjë pastaj ta bëjmë edhe me të vërtetat e tjera që Allahu xhallahu ala ne ka pohuar. Nga se sa ma i fuqishëm që është kuptimi dhe besimi në ekzistimin e Allahut, aq më i fuqishëm do të jetë ndikimi në tëra që na ka informuar Allahu që është hak. Apo prandaj na po kërkojmë që na besojmë që el jannatu hak. A besojmë që xheneti është hak? Po. A sillemi na përballë kësaj të vërtete? Sikur që sillemi përballë një të vërtetë më të thjeshtë në kësaj bote? Jo. Pa kena nevojë që ky el hak në çështje për shembull përshkrimi i xhenetit sa bukur e ka përshkruar Allahu Azza wa Jall. Në që përshkrimi i tij nuk lëviz shumë. Nuk ta ndryshon jetën, nuk të motivon për me punë të mira. Apo atëherë fuqizoje këtë ndikim me emnat el haq. A din kush të thonë se është kështu? Ai që është el haq. Prandaj, sikur që kemi sjellë vazhdimisht shembuj dhe këto shembuj janë me shembull thjesht, jo që janë kush e di çfarë shembuj, po na vetë i lypëm kështu për me kuptuar më drejt, apo nga se po kërkojmë me vërtet një ndikim real. Ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ndëruar, ata kanë jetuar që ky dallimi kryesor. Krejt ajo që kur e msheft, që su duk, ata e kanë pa me el haq. Nuk shihet. Kështu se shapën. E që të hak për para këtë ishe. Qështu i kam po tam? Asa kam po gjenetin, në dynja e ka po. A e ka njerën, qështu e ka njerën? Me el haq. Ndikim një emnat Allahot el haq të kaj ka bo që mi u shfaq do punë që realisht do të nuk dukën. Edhe mëse kuptoni se e kam po me sy, jo, se el haq e ka venin zamër, apo e në qofë se kjo zamër pushtuat realisht nga emnat el haq, fillon me po diqka. E fillon me një diqka. Diçka nuk tash tjetër çka është, apo nim. Sikurse apo na me këta vesh nuk nim çka ka për të atje. Për të imurit. Mirë po, ka disa mjetet të sofistikuara, apo që e rritin shumë nivelin e zërt atje, edhe përshpërimi atje që është të jenin këto. Apo çaj vesh është, kurgjë. S'ka nuk kurgjë, çaj vesh është. Veç i është instalu një pajisje që me të nin. Edhe asap, qasi zemre kanë pas, sona, së kanë pas më të madhe, apo kanë pas më të vogël, apo qata njerëz kanë qenë. Mirë po i është instalu një pajisje, e tani me ta kanë një më mirë, edhe kanë po më mirë. E cila është aja? Njohi Allah xhallahu ala. Një nga ato, el haq. Ata ai ka tu me xhenet. Të parana doon, kur i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ashabëve në Uhud, apo shpejtoni ka xhenetin. Gjërësia e të cilit është sa qiejt edhe toka. Ebu Bekërte, radiallahu anhu, nuk ka pas mësim i marrë 3 hurë më ndorë. Qa që ka ligë. Tashmo. A hangë këto më, s'hat. Si kurse në këtë botë, Allah. Apo? Ti prat një ushqim të mirë më bo. Bajagi i shishëm. U kryja e, të u bo, të ushtruar të e. Dhe për të dikush, ti jenë në këtë dhomë, nësa ushqimi është në dhomën tjetër. I binë të pjanin erën, e din që është u pregaj, u kryja, ti për din që u kryja ushqim atje. Edhe, dhe më thonë, po lejmërosh se është shtru sofra, ushqimi u bobe. Para veti ke marrë me aprish ka pak në diqka pe i gjerave, ta s'pi aprishim mu heq, i len këto gjera. Nuk ngarkuosh me asgjë, me aprish as për pak asaj që ti din se është e vërteta. Qështu asaj s'kam bërë. S'pi aprish as me hurma, as me korgjë. S'po vënona heq, i ka gjujt hurmet, ka unë 3 hurme, ka unë hadhihi, që të 3 me më vënu me hinë gjenet, jo, vallapëtën. Te ti hati, mërtypi, ti gjujt farat, vona kjo pun. I ka gjujt hurmet, ka shpejtu. 3 hurme për të jenë konë vonë me hinë gjenet. Apo? Nërsa dikujt për neve nuk i ka vonë 3 vjetë më përmirësu, 33 vjetë, 13 vjetë, apo ka vakt.
mu hiq kjo. Ka vah mu bë kjo. Edhe pse kjo është duke vanuar nga ngritja dhe nga hyrja në xhenet, ku është dallimi? Na dytë kena besu që ka xhenet. Larg asaj se mos më besu zbosh musliman, apo pa ai kur ka thonë el xhennetu haqq, ajo qeja e tij u kon shumë më fort. Apo shumë më bindse, më goditse se ajo që na e themi atë. E pika ka marrë këtë fuqi këtë xhennetu haqq, po mas pari ka thonë Allahu është hak. E kur ati ka besu hak, keq ka arë pasaj për ti ka qenë me kuptim tjetër. Prandaj na kemi nevojë që ato që kemi pohuar se ekzistojnë, se zjarri është hak, xhenemi është hak, apo thjesht xhenemi është hak edhe zamra lëviz, sa me thon dikujt për jashtë aty, për jashtë, apo armiku është hak që të poshtë, e nis pak më ndryshe. Citata me kon. Edhe pse lajmtari mund me kon, me gabu, më do këtë që në armëq, ka kanë të neftë me Allah. Ka mundësi me gabu, apo tu të badi hava. Apo, nëse Allah xhallahu kur thot xheneti është hak, dhe xhenemi është hak, s'ka tu të badi hava. Hak është, tu se hak është. Allah ki për çka mutut. Ki për çka mutut. Prandaj ka ardhur një tek Hudhaifa radiallahu ta'ala anhu dhe ka thonë, inni akhsha nifaq. Ka unë po tutna, wallahi shumë më ka thonë se më ka kaplu nifaku. Ka thonë ndihu i sigurt se munafiku stutet. E kuptove? Fakti që po tutesh është hajr, se munafiku stutet. Me ku munafik stutesh? Apo, ana siguria që ndi njëri për ballë dënimit të Allah xhallahu ala nuk është e mirë. Nuk është e mirë. Pa lëvizmëria ti për ballë premtimit të Allah xhallahu ala, xheneti kështu ka me kon, rënsi mi thon një port çorapa me të thon. A den lëviz pak më, ka është e mirë. Nga se duket ki përrem unë te dhe ajo këna përrem me hak. Me këtë hak që këna pohu, qëto është problemi. Sa është hak që kjo? Pa ne kemi nevojë që t'ja rikthejmë ndikimin pohimeve tona me hak njëtën tonë. Andaj Allahu është hak, xheneti është hak, xhenemi është hak, Kurani është hak, pejgamberi është hak, këtë hak janë këto. Po hak po, ama jo në kuptim pohimit. Se pohimi është faza fillestare me hinë islam. Që në pragi, as do me konë gjithë në klasë parë, Allah. Dalimi mes neve, edhe një pabesimtari, nuk duhet me konë veç se na e besëm se Kurani është hak, a i se besan. Se për një saat në zenë. Apo ai pendohet tek Allahu xhallahu, thot, edhe në Kur'an është hak. Tash i neve në klasë. E qoftë që 20 vjet që klasë jeti valla. Zban ti kur thosh Kur'ani është hak, duhet me kon në klasë bagi manal sa që në klasë parë. Sa çfarë dallimi ka ti edhe një fëmijë, apo njëjtë. Ja unë më di shumë se fëmia. Pse? Unë di on. Po çe jam se on. E tash në barabart. Po ti kush pranon me këtë gjendje Allah? Kush e pranon këtë gjendje kështu? Prandaj nuk duhet të jemi analfabet tani jetën. Apo ose të jemi në klasë të parë tani jetën. Këna pranuar xheneti është hak, po kjo është filosofia, kjo është abeceda e Islamit. Se çfarë se ke pranuar se i kurrëheq? Kuptim pohimit. Ndërsa investimi më të thjeshtë mbetet kuptim ndikimit. Këtu është fusha gjon. Këtu nuk i dihet funi sa ndikon xheneti, këtu s'dihet funi. Ka ndiku njerëz, për shembull, për një sekond, mi amar keq çka ka pasur keq për çta. Tani këtu sa ndikon e sa s'dihet sa. Nuk dihet sa. Na dim një shkollë kur him, çka fiton? Bosh doktor, tani bosh dhe profesor, tani jo ndikufi, tani s'ka mo, çfarë po damo? Apo, e këtu s'ka çka po damo. Këtu ndikon interesant, është ndikim dhe ndryshim pozitiv tek njeri i pa kufi. Është një deti pa brigje, si duket bregu kërkon. Apo, por është i naturet hala në plazh, tu rrezit. Apo, dilli mirë, këna besu që xheneti është hak, ka mirë, jo, do të më himrana. Do të më himrana në këtë deti. Jo njerëz ka me 10 kilometra fell mrana në atë deti. Atjata janë hi, apo? E ti çapoliu këto ala. Mos rri dikun ku dikush nxën për një ditë vëlla. Mos rri. Çdo ditë iki njerëzve. Çdo ditë iki dikujna që më bëu me hisat një 2 ditë para tinë jepën.
Në qoftë se ai hin nesër ti një 30 para tina jepën. Ana gjithmonë iki, qase këtë iki Allah ka kërkuar për neve. E me çka me ik, me çka na shtyn? Me përmirësimin e cilësisë të kësaj hak. Apo, ana kjo është. Ana nëse se kena problem me kuptimin e emrit Allah el Hak, a mund me përmirësu xhennetu hak? Ja nuk mund apo. Ana përmirësimi i gjitha këtyre pohimeve tona për ndikuar në jetën tonë fillon nga ndikimi i drejtë e emrit Allah el Hak në jetën tonë. Nëse këtë hak e kuptojmë drejt, këtë haçë të tjera, kështu kursimisht po me hak xheneti është hak, zjarri është hak, Kurani është hak, fillojnë të përmirësohen gradualisht me lenin Allah të manduar. Dhe sa më tepër përmirësohet kvaliteti, ti hin më fell, as vet nuk e din sa fell mundesh me jepën. Dhe gjithmonë i sigurt, kur smytesh, se je me anijen el hak të lëndruar. Apo prandaj Allahu xhallahu ala kur I ka thonë Nuhit alayhis salam dreqen një anije, si ka thonë shi kujdes, tufani I vështirë është ai, apo që do dru pak më të fortë, e ka thonë kështu. Ti kanë dreqen një anije që Nuhi Nuhi sukon anin ndërtues, apo tash para mënat çu shka mund bëhet atë anije. As i ka thonë që më shëli birat mirë, se baja gigat kimi o thot, henu I dikun e mytësh, apo ka ngojë ti hakun veç, dreqen një anije, çikaq. Apo nuk e kanë dhënë, s'ka thonë jara pe çfarë rrosave, apo qase po fillon me hakun. Nëse ata që kanë të hakun ka thonë Allah, një lupi kanë prenë, ka thonë e çfarë ngjyre është apo, e çfarë sove. E sot e tjerë në vështirësohet apo. Po besoj e hakut apo. Edhe hen, po unë po hi po mos ofell, atë ka thonë el hak hen. Mos është fell, mos është xhan, mos është tir, sa kurjoski. Ti veç a ka thonë ai hen, apo. Ama e çysh më besu, po te a din që kam el hak e po çata besoj. Besoja se el hak Allahu xhallahu është el hak. Prandaj shikoj dallim mes Nuhit e sa që kanë njoftë Allahu xhallahu ala edhe bani Israilëve, që kanë njoftë Allahu xhallahu ala. Ky Nuhi ja ka besu Allahu azza xhall apo komplet familjen, komplet të ardhmen e popullit vet apo me një anije që Allahu alem çfarëndërtimi ju kona hënë. Anije. Apo nëse këta Allah ka thonë, s'ka kurrë, prej lup, apo jo tash s'ka të bëj kurrë me ta. Apo çfarë do lloj lupe tek kishim prej, edhe me gabu me prej lupën. Çka kishim mësuar ben Israil? Ja Allah për shembull, po kushtimisht. Me pa prej lup të kuqe. Allah mon e ja zban, është dorë xez me prej. Ani edhe xez e prej. Çka ka këtu? Kurrë. Megjithatë e tjerë. Ai që është dashur në shta me tjerë, është nuk jelsa. Këse ka të bëjmë me anije, ndeti, tash po ves, do të me vetë, po hipom dikon që ka me konë tufani madhë, vërshimi madhë, qëfar kvaliteti me kona, do të me konë kaq e madhe. Allah I ka thonë, isna il fulk, bëne një anije, një që veç rrënta, që këtë ju bëne, edhe leqë aty, edhe ka bëne ujë pa vetë kur, pse? As shka, el hak më ka thonë, kur që ma tipë. Andaj kërkojmë këtë ndikim njëtën tonë për desme. Që të hinë mrena, e të thellosh, edhe pse është fell, edhe pse është terr, edhe pse është zhurëm, edhe pse një gjithçka, el hak ka thonë as tjep. Ama si të nisë më këthy djatë, po më duket vallaj që çto atëherë el hak s'është mirë. El hak nuk ka mirë. Nuk ka mirë se ai të ka thonë ç'po kthehesh. Ai të ka pse po kthehesh. Apo s'po besona? Jo, Zot po të besoj, po diçi s'ka diçish më. Diçish disim duket helbet nështë kejtë të binë mu. Kejtë të I djek el hak. Nëse ke besu që është duhet, apo s'ka mu. Ama sa ma e dopta kjo hak, apo, atër bëhet, se kjo këja, apo, kjo këja vëndëruar, me mu bu kë, edhe në gjëmëra vëgjë janë dy këja, kë, kaf, edhe kaf. Kjo mu bu kë, hak, mu bu, adin që ka I bjen të në gjëmëra vëgjë. A? Si bjen mirë farta, apo se hak I bjen mu krua, ta në të krua trupin tonë në bicikleti, apo e haku, apo të bën me koni qetë, as kruat kërkon, as dam kërkon, rahat u thënë atë. Ama kër I beson hak që është duhet, sa të zbës këtë kafin, shkon ka kefi, apo gjithë kun të kruat, gjithë kun të dam, gjithë kun si rahat, apo forcoj e kafin, rahat u është, forcoj e hak, që ata dhe në atë rregullat e leximit kohën të gjvidë është një goditje haqqa e fort, apo që ka një fallë stabiliteti, qëndrueshmërie, edhe vetë shprehja e ka tillë kur e thosh,
fuqishëm aftë. Andaj ky është ndikimi që duhet ta përjetojmë dhe ta ndijmë nga njohja e emrit Allah xhallahu ala al-Haq dhe padyshim ka të tjera që do të vazhdojmë të përmendim inshallah në pjesën e dytë të kësaj ligjërate. Me kaq po japim fund deri në pjesën e dytë. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.